ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Atë falenderojmë për ti fale, udhëzime, kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin e Zotit Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, gradualisht po e përcjellim ditën e tretë në Ramazanit, ku bëhemi gati që të futemi në pjesën e fundit të Ramazanit, duke lutur Allahun Gjelle Gjelalu që të kaluarën e këtij Ramazanit ta bën kabull për neve, e pjesa që na ka mbet, Allahu Gjelle Gjelalu na jep vullnet dhe shëndet dhe takat që ta mbushim me agjërim, me namaz, me sadaka, me vepra të mira të cilat do të bëhen sebeb që ta fitojnë kënaqësinë e Zotit subhanahu wa taala. Ne do të vazhdojmë me lejen e Zotit Gjelle Gjelalu në ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam, dhe se jemi duke e përcjell nga libri Allahu subhanahu wa taala. I përmendëm disa prej takimeve të Firaunit me Musain alayhi salatu wassalam, e përmendëm se si e mori vendimin për ta vrarë Musain alayhi salatu wassalam, por Allahu e bëri sebeb njërin prej familjarëve të vet që ta shpëton Musain alayhi salatu wassalam nga kjo vrasje, dhe pastaj e morëm se si Allahu te bareke ve teala i kishte dërguar faraonit dhe egjiptianëve disa prej paralajmërimeve dhe ndëshkimeve para atij të fundit, dhe e morëm në fund se si Allahu te bareke ve teala e shpëton Musain alayhi salatu wasalam me popullin e vet, duke i kaluar ata në Palestinë, duke ja hapur detin dhe i mbyt Firaunin me gjithë ushtrinë e vet. 1.600.000 ushtar i ka mbyt në detin e Zotit i Madh te bareke ve teala. E ne sot do ndalemi me lejen e Zotit Gjelle Gjelalu me disa prej mësimeve të cilat i kemi marrë gjatë këtyre rrëfimeve të Zotit te bareke ve teala, që çfarë përfitojmë ne pikë kësaj. Megjithëse ne përmendëm mësime gjatë rrëfimit, mirë po sot do ndalemi me lejen e Zotit Gjelle Gjelalu me disa prej mësimeve të theksuara nga këtë varg i ajeteve të Zotit subhanahu wa taala. Kur u humbën Firauni me krerët e vet nga ana e Musait alayhi salatu wassalam dhe sihirbazët u bënë musliman, fjalën e parë që e than krerët e shtetit, çka than? Wa qala al-mala'u min fir'aun min qawmi fir'aun atadharu Musa wa qawmahu liyufsidu fil ard. Gjën e parë që e than krerët kur e humbën lojën, edhe humbën garën, edhe mejdanin me argumente dhe fakte, than krerët e shtetit: apo e le o Firaun Musain alayhi salatu wassalam, apele pa e vra dhe popullin e vet, të cilët po bëjnë fesad në tokë. Dhe këshire fjala fesad në tokë. Fjala fesad në tokë, të ndëruar xhamatli, është çrregullim. Pra pse pele Musain me bë çrregullime? E çka është çrregullimi? Andaj do ta marrim një mësim shumë të rëndësishëm nga kjo ajet e Zotit Gjelle Gjelalu dhe ajetet të tjera ku ata e ka përmendur Musain alayhi salatu wasallam si sihirbaz, si njeri i cili dëshiron çrregullime e kështu me radhë, si njeri i cili dëshiron me bë puç ndaj shtetit e kështu me radhë. Andaj do të mësojmë nga kjo çfarë, të nderuar xhamatli, se te ata të cilët jetojnë në parime, në rregulla të prishta, në rregullat të përmbysta, ata të cilët konceptet për jetën i kanë të gabuara, si Firauni dhe krerët e tyre, dhe si Firauni dhe ata që jetojnë me rregullat e Firaunit, ku nuk i nënshtrohen Allahu dhe ligjit të Zotit Gjelle Gjelaluhu dhe nuk e marrin shpalljen për bazë në jetën e tyre, atëherë te ata kur Firauni është baza, kur Firauni është adhurimi i tij hak, kur Firauni çka thoje është rregull i jetës, atër natyrshëm matematika si e nxjerr. Pra kur Firauni o Zot, çush e nxjerr mi thon, hajde shkojna te Zoti i Madh Gjelle Gjelalu, i bie se kjo fesad. Fesad. Për shembull, kur njeriu të keqen e vet i jep koncept të mirë, kur veprës gjunait i thot e mirë, edhe ti për shembull e ndalon pi gjunait, ai çka thot? Ti do ndal pi të mirë. Ti të mdalupi një të mire, se kjo të unë logaritet e mirë. Andaj Allahu gjithë çfarë tha? Kedhalike zujjine li Firaune su u ameli. Kështu ju kish zbukuru Firaunit e keqja e veprave të veta. Andaj dhe ne për
kohën bashkëkohore, e shohim se sa prej njerëzve konceptin e jetës e ndërton gabim. Andaj krejt kur t'i lexoj ajetet kuranore dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam, krejt duket se po ja prishin terezien, se ki terezien gabim e kanë nxjerr, ki matematikën e kanë nxjerr gabim, ki atë matësin e ka gabim. Për shembull, ti e gjen plot për njerëz, për shembull thot feja taranon jetën, apo 5 vakt taranojnë jetën, agjerimi taranon jetën, zeqati ta prish jetën, apo haxhi ngarkesë e madhe, Milan haramën ngarkesë e madhe. Për çfarë arsye? Që ki zahmet pi fejes, pse i krijohet? Pse i krijohet? Se kim bazë jetën e sheh pa fe. Kim bazë jetën e sheh pa Zot. Mbazë jetën e sheh pa Kur'an. Kur ti vjen Kur'ani pa presion, i ban presion. Për shembull, ti je i Zoti i shtëpisë, e ke ndrejt shtëpinë edhe ki familjen, apo a le ti kojshia me të përzin rregullimin e shtëpisë? Jo. Pse? Se ti dhe unë jam i Zoti i shtëpisë. Në rregull? Mirë, kur ti nuk je i Zoti i shtëpisë, edhe shkon dikun mysafir, që kjo në rregull. Kur je ti i Zoti i shtëpisë, se le kërkan me të përzin shtëpitanën, se du kjo është shtëpia ime. Unë e kallxoj këtu ku e kanë venën kicenët, se unë jam i Zoti i shtëpisë. E kur je mysafir, megjithëse shtëpia është çaj është shtëpi, ama kur je mysafir çka i bie? Tjetër kush kallxon çka bëhet aty. Varësisht pi konceptit çka e ke perceptuar ti. Për këtë arsye, ata që e kuptojnë se në këtë dunja janë mysafir, janë rob, janë shërbëtor, janë konsumator, jo pronar, ata a i vjen zor atij kur i thojë Allahu mos e prek këta. Nuk i vjen zor, se e di që nuk ka e vetja. A i vjen zor atij njeriu i cili e ka ndërtu jetën e vet, se na jena rob të Zotit xhelel xhelalu, kur Allah i thot fali 5 kohë namaz, nuk i vjen zor. Neve që për agjerojmë të ndëruar xhamatli, a na vjen zor? Nuk na vjen zor. Për çka? Nëse na pyet dikush ka sa agjeron, pse agjeroni ju? Pse nuk hani buk? Përgjigja më e thjeshtë cila Zoti ka thënë. Ai për shkak se ka ndërtu gabim muhabetin, për sa dhe i duket agjerimi veç me ja vështirësu jetën. Apo, por çema të thonë, qysh be edhe ujin e linja, edhe bukën po. Mirë, po koncepti joni i jetës çysho se buka, uji, trupi komplet pin A deri në Z, krejta Allahita. Kur thoje mos e vrek. Andaj krejt varet si e ki ndërtu jetën, pastaj edhe del rezultati. Andaj ti ishe plot për njerëz për shembull, jetën fetare e shohin çfarë? Shtrëngim. Andaj thonë, shumë be shtrëngume kjo. A e dini pse shumë e shtrëngume? Se ai mbaz e llogarit pa fetarim, mos me jetu me fe që kjo baza. Për shembull, kur mlohet një gruaje muslimane, çka i thon? A be shumë e mlume, pse sa i çplumën e ka bazë. Ai zhveshën e ka bazë. Kur ti ket mëkatë të bazë, feja presiona. Andaj Allahu ja thot në Kur'an, yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Allahu me Kur'an shumë udhzon dhe shumë devijon. Ja humb rrugën. Pse ja humb rrugën? Se rrugën ç'tërgahesh. Pa këtë arsye të ndëruar xhamatli. Varet si e ke ndërtu parimin, mbi atë parim edhe dalin këtë rezultatet. Mbi atë parim dalin edhe këtë rezultatet. Si e kishte ndërtu Firauni jetën, si e kishte ndërtu krerët e Firaunit jetën, se faraoni çka thoja më e mira. Andaj kur tha Musa, hajdi te Zoti i Madh xhelel xhelalu, kjo llogaritet fesad. Mirë, po kjo ç'ki fesadi? A o fesad për një me? Jo. Andaj Allahu na mëson neve nëpërmjet fjalëve të krerëve të faraonit se kur ti ndërtosh parimet e gabuara të jetës, krejt gjërat dalin gabim. Për shembull, kemi shembull shumë. Për shembull, sa sot ka problematik njerëzit me definu çka njëri mirë. Çka njëri mirë? Te shumica njerëzve njëri mirë, a di çka i bë? Çka i bë njëri mirë te shumica njerëzve? Nëse ka ky ndonjë interes se nxjerr pi atina. A e keni pa për shembull njerëzit që tregtojnë në mesveti, bëjnë biznes në mesveti. Apo, kur nuk i thot atij tipit se fiton njëri keq. Kur? Se ka fitim mbi atina. Apo, ama te Allahu ashtu, s'ka të bëja kur gjë me ta. Por këtë arsye vëllazër, ti jesh i mirë me standardet, parimet që i ka vendosur Allahu, dallon me asaj që ti kur i thon njëri mirë. Ti mundesh mi thon njëri mirë kujt dush. Ti kujt dush mundesh mi thon njëri mirë. Ama ai thot Allahu njëri mirë atij, a kjo dallon? Por këtë arsye mbi e mira dhe e keqja merret pi Zoti xhelel xhelalu. Kur këta i than ketë e mira te Firauni, kur ardh Musa do ki keq. Kur i than ketë e mira te adhurimi i Firaunit dhe te adhurimi i idhujve që i adhuron te Firauni, çka than? Atë ketë e keqja te Musa.
Andaj sa herë që bin të shi, çka thonin? Kjo me mirësinë e Firaunit. Sa herë që thahej toka, çka thonin? Ja tayru bi Musa. Ata thonin fajti ka Musa. Pse? Se Musa ka pru çrregullim. Ama realisht Musa kishte pru e çfarë? Rregullimin e çrregullimit Firaunit, të cilin çrregullim ata e çunin rregull. Andaj kur çrregullimin e çun rregull, rregulla duket çrregullim. Për këtë arsye ata çka nuk e shohin në Islam krejt hakin e Zotit Xhelel Xhelalu, Islami çrregullim ju duket. Andaj dalin dhe thonë shpesh herë, apo Islami ka bëu kështu, musliman ka bëu kështu. Pse? Sepse ata rregullin e shohin në jo Islam. Ata bazë, ata menojnë mu liru pi Zotit na kënaqshmi. E ata kur i thuti, apo kjo gjunaha, kjo mëkat, atyre nuk i dal llogaria tamam. Andaj për shembull, njeri mirë, koncepti njeri mirë, se vendos na, Allahu e vendos. Çka thot Allahu Xhelel Xhelal kur e shpëtoi prej vendimit për vrasjen e Musës prej Firaunit? Çish e shpëtoi? Wa qala rajulun mu'minun min ali Firaun yaktumu imana. Thani njeri burr, besimtar pi familjes Faraonit e kishte fsheh besimin. Apo vini re, ku ndodhet ky njeri? Ku ndodhet? Në midis zyrës Firaunit. Ama dha rajul, kjo buri mirë. Është besimtar, është familjari i Firaunit. Tash me bashkir piparia, çuçi familjari i Firaunit çasia. Jo, Allah nuk ka çasi. Yaktumu imane, emshe imanin ai. Andaj kur të vjen vakti ka më nxjerr. Edhe e nxjerri, kur i thaj, kur e dëgjoi Firaunin tha, "Dharuni aqtul Musa", lemni ta vras Musën, kismujtë me bosabër. Tha, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah". Pse më bëvrani njëri vetë se ka thënë Zoti jam Allahi. Pra patjetër këtu dolën pa çfarë? E mira e këtij njerit. Andaj me këshyra me për shembull vëzhgim. Këtë gjarjen e Faraonit. Çka pam na mrena familjes Faraonit? Atë shkon ndërmend me logjik, mos më kon shpallja. Gruaja Faraonit xhenet lige? Për shembull merr kështu. Një njeri thot për shembull, para mëno mos me pas në Kur'anin. Merr një njeri tjetër, të cilën po shkruaj njerëzit me arrogancën më të madhe. Por shembull para në timeni për një X apo Y njeri, më i keq në vend, më i poshtri, më i ligu, më kriminal sa ai s'ka. Këtë rregull, cilësimet këqija. Edhe tash më thon, ama gruaja e tij është më e mirë në vend. Tash, si ka mundsi olla? Ka mundsi kriminali më i madh me pas gruaja më të mirë, sepse standardet me cilët bëhet një njeri i mirë, edhe i keq janë standardet e Zotit, jo tonat. Andaj Allahu Xhelel Xhelal ka bë Asijen, gruajen e Faraonit, që ti shka e përmbysi me 1.600.000 njerëz në deti, gruaja e tina akon një prej 4 grave më të mira të tokës. 1.4 grave më të mira. A di çfarë më thon, pikë grave që kanë ekzistuar në dunjë, besimtare, pi më të mira akon Asia, gruaja e vet. E tash na me tonën, po ku mundeve me qellu atë njeri mirë? Po, qellon. Madje në shtratë ka pas. Por këtë asio vëzër, anasjeltas. Apo merë një njeri më të mirin në vend që mundet më kam. Për shembull, Allah na ka treguar në Kur'an, wa daraballahu mathalan. Allah ka sjellë një shembull. Çfarë shembulli? Gruaja e kujna Nuhit alayhis salam, edhe gruaja e kujna e Lutit alayhis salam. A mujna na mos me paskon shpallja Kur'anore, me çka e kishim kuptuar të ndërumë xhamatli. Gruaja ka pas pejgamberi i Zotit. Aja zvet se ka ditë se gruaja vetë pa besimtare. As zvet se ka ditë. As Luti, as Nuhi alayhis salam, se me pas ditë e kish bën talak hec. Ama nuk e ka ditë. Andaj çka ka bëu Allahu xha, ka thënë merre familjen tënde, Lutit alayhis salam, sabah dhe ikni, se Xhibraili ka punë me këto, kam i përmbys. Mirë, po ç'a ndodhe vëllezër? Ai normal se edhe gruaja vetë është pjesë të ikjes, se nuk e ka ditë që pa besimtare. Edhe i thot Allahu xhel xelaluhu illa imra'atahu. Gruajen leje. Çish me lan gruajen? Le gruajen, sa me ti gruaja. Apo, andaj shiko vëllezër, nuk varet ku jeton. Nuk varet në cilin dhomje. Nuk varet edhe gruaja e kujt ai. Apo, gruaja e Lutit alayhis salam, pejgamberi i Zotit, gruaja e Nuhit, pejgamberi i Zotit, ama Allahu ja ka bëu kafir. Dhe ka thonë kjo ka qenë për qafir ka. Dhe gruaja Lutit gruaja Nuhit alayhis salam ka qenë për pabesimtarëve, dhe gruaja e Firaunit ka qenë për besimtarëve, për të na mësuar Zoti një punë. Cila ajo puna vëllezër? Puna është këtu, se te Zoti nuk shkohet në cëllën shoqëri. Me kanë rri.
Apo, sa njerëzit sot mashtrohet, unë e kam dos të ketë, unë e rrim me ketë, kia i mirë dhe unë jam i mirë. Harroje të Allahu Gjellë Gjellalu. Ka ardhur në hadith që ka transmetuar Imam Buhariu, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ditë për ditëve i ka mbledh familjarët e vet. E ka thirr Abbasin, axhën e vet, Safijen, hallën e vet, çikën e vet, Fatimën radhiyallahu anhum wa ardhah. Dhe ju ka thënë: "O çika jeme, çka të dush pikë kësaj dunjaje merr. Pasuri, ndim, pikë kësaj bote merr i krejt." Ka thonë: "Ta dish se la ughni anki min Allahi shay'a." Ta dish se te Allahi kur gjon do bisën bëj. Kjo është parim. Kjo islam, kjo tauhid. Nuk të bën dobi edhe nëse babe ki Muhamedi alayhis salam. A mashtrohet disa njerëz se a unë jam me filan alanin, wallahi s'bën dobi momentin e parë që shlohen varr. Momentin e parë që shlohen varr. Ka thënë: "O Abbas, axha jam. Lip pikë kësaj dunjaje çka dush. La ughni anka min Allahi shay'a." S'u bëj dobi te Allahi kur gjo. Pastaj ka thënë Safijës hallës vet: "Çato i ka pas mat ngatit. Çato i ka pas pejgamberi alayhis salam." Ka thënë: "Oj halla jeme, lipi Muhamedit, unë hall kam. Unë jam nipi jot, ama lip në dunja çka dush. Sot kam takat kam të nimu. S'u bëj dobi te Allahi kur gjo." Sepse parim o vëllezër është, sepse njeriu është peng i veprave të veta. Askush peng i veprave të huaja. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Çdo nefs është peng i punës vet, jo peng i punës tjetrit. Peng i punës vet. Po ai ndikohet për shoqërisë, po ai merr për shoqërisë, po ai merr cilësi për shoqërisë, ama në fund e pagun vet. Tatimin e pagun vet, në varr hin vet, xhenem hin vet, në xhenet hin vet. Allah na bëj xhenet libi ya rabbul alamin. Po këtë arsye vëllezër, të mësohemi që konceptet dhe rregullat i marrin prej Zotit, se nëse i marrim pi sokakit, pastaj shumë prej gjërave në Kur'an ja duken gabim. Pse? Sepse na realisht e kemi ndërtuar meselën gabim dhe pastaj edhe feja duket gabim. Andaj, kur ti e di se gjithçka në këtë dunja i nënshtrohet Zotit xhelle xhelal dhe ligjit të tina, atëherë edhe çfarë? Edhe gjithçka duket pe atina tamam. Kur ti pak me lëvizje, a thu çka bani tash? A thu pse tash kjo? Andaj për shembull na kur thojna ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Me zbërthi çu shihje kjo vëllazër? Çu shihje me zbërthije? Kjo ka zbërthime të shumta, po këtë janë parafrime. Zbërthimi vëllazër ma afër, e përmendëm në xhumë. Çka i bie ashhadu an la ilaha illa Allah? Dëshmoj, unë dëshmoj. Se nuk thua nashhadu, po thua ashhadu, se unë jam të dëshmuar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Dëshmoj se nuk ka Zot që meriton adhurimin, ibadetin, dashninë maksimum dhe nënshtrimin maksimum përveç Allahut. Me fjalë të tjera, çka të thojë Allah ja e mirë, çka të bëj unë e keqe. Atë në çështona. Çka të më thojë Zoti çka hak, unë dëshmoj. Çka të fole, as nuk i lipi argument, as nuk i lipi fakt se e kam Zot. Andaj shikoj çka kanë thënë këta, krerët e Firaunit. Ka thënë, "Çish pele Musën kur na kena dëshmuar se ti je Zot, jo ki. Jo Zoti këtina." Andaj dëshmon se nuk ka Zot me merit përveç Allahut, që i bie se diçka të vjen pe Allahut e pranon hak. Edhe çka të bësh ti është e keqe. Andaj ka ardhur Sayyidul Istighfar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alayhi salatu wassalam: "Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant." Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në lutjen e cila quhet Sayyidul Istighfar, çka ka atë lutje vëllazër? Ka thënë alayhi salatu wassalam, kjo pjesa thelbësore e marrveshjes me Ceja dhe Allahu xhelalu ala. Abu laka bi ni'matika alayya. O Allah, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pranoj se çka të më vjen e piti janë khajr. Keq kam vjen piti janë khajr. Wa abu laka bi ni'matika alayya. Wa abu bi dhanbi, dhe krejt çka është pi mua kit sharro. Kit gabimu. Që kjo vëllazër rob Zot. Që kjo është shahadeti. Çka të bësh ti thua Allah pi mua gjuna, pi mua gabim, pi mua keqe, a pi ti e mirë? Pi ti hak, pi ti e vërtet. Që kjo koncept islam dhe zë. E këta kanë pas përmbyst. Andaj edhe Musa ju ka dal fesatgji, Musa ju ka dal sihirbaz, Musa ju ka dal gabim. Se këto në bazë ka ndërtu gabim. Edhe na dhe zë, biçka e kemi ndërtu jetën tonë. E dim se Zoti o hak, Allahu është i vërteti. Ai jep ligje, ai na ka thënë çka haram, ai çka halal, ai na thot falnu 5 vakt, ai na ka thonë ma xhuruë. Pjesën elementare të jetës nuk kena të përdor. Për çka? Se na kena thonë ashhadu an la ilaha illallah. Kur thoja mos ha, as mos ha. Njëri më thon, a nuk ka rrezik për jeta? Jo besë e di ai sa i Zoti.
A nuk ka rrezik me tra? Mos u mërziti për atë mund. Sa ajo Zot xhelle xhelalu. Ti çështo ki dëshmue? Apo ti çështo ki dëshmue? Ti ke dëshmuar se Zoti çka të vjen e piti nuk ja kthen asnjëherë. Për këtë arsye vëllezër, koncepti i mirë vjen prej Allahut. Koncepti i keq, çka njëri keq? Tash me lexu këto që kanë menuar. Andaj nëse ti marr për shembull histori që i kanë shkruajtur egjiptianët e vjetër, apo historianët pi pabesimtarëve. Faraoni, a ote ta i keq a i mirë? Pra me Kur'an faraoni e pa çish dul. Kriminal i kategorisë numër 1. Mirë, me ata tjerë, me lexu historinë çish e kanë shkruajtur egjiptianët, faraoni ka njëri mirë. E ka rujt shtetin, ka kriju asker, ka kriju ushtri, ka kriju rend, ka nimue njerëzi, ka puncu njerëzi. Faraoni me gjuhën e egjiptianëve njëri mirë. Ama Allah që ka përdojt, nuk ka që shpëdhon ato. Andaj dhe zër koncepti njerit keq nuk miret as pi mahale, as pi lukthi, as prej urrejtjes, as pi inatit. Mirë, na dhe zër, e urrejna faraonin? E urrejna dhe zër. Ne urrejnë faraonin që Allah e ka urrejt. Allah mirë, nëse njani për shimu del kështu pak ma i meqë, e qka më ka bo mu faraoni që ta urrej? E qëta që të del që koncepti qka i keq? Më mirë, ana ka hin nuk dhe neve dhe shka faraoni? Jo, kur gjoj që na kena linë të mus më kanaj, dhe vdes me ajsa, aj ka vdek moti me 1000 vite me ardhe. A urrejna na këtë muslimant Ebu Gjehlin? Pe urrejna. Po të mirë, që ta ka zonë udhën e betije? Asë njëherë të ka përzija së shpja, i ka dek. Çka ta ka zonë udhën ti Ebu Gjehlin? Pse urrejnë Ebu Gjehlin? Njënë me thonë, po që e ki morë me vloj inati Ebu Gjehlin, kur gjo s'ka bo? A i ka vdek ti pe merë inati. E që tu vjen koncepti njërin e keq ben bazë e urrejone. Allahu e urrejnë po, edhe unë e urrej. Zoti, apo nuk e do shke njeri? Edhe unë se du. Po kur gjo s'm ka inu dhe? Po Zoti e ka malku edhe unë e malkoj. Andët Allahu te bareke ve teala kur i mallkon pa besimtarë dhe kriminalë dhe zullumçar, çka thot Kur'an? Ulaika alladhina la'anahumullah. Ata janë njerëz të zot i ka mallku Allahu. Dhe tjetër i mallkojnë edhe melaqet. Alehim la'natullahi wal malaikati, dhe melaqet dhe wan nasi ajma'in, dhe këtë njerëzit i mallkojnë. I mallkojnë dunja muslimanët këqit, në akhirat, a shka interesant në akhirat mallkimi ju bje edhe pi vetvetes. Apo e mallkojnë njëri tjetrin. Për këtë arsye kjo është një mësim shumë i madh, që ti ndërtojmë jetët tona mbi koncepte të shnosha, se nëse nuk e ndërtojmë jetën mbi koncept të shnosh, një gabim rregull ta çet këtë matematikën e gabuar. Një gabim me tru, një pull gabim me trus. Minjar dhe matematika gabuar. Për shembull, te kemi te koncepti i mirë dhe i keq. Për shembull në kader. Sa njëri për shembull sprovat e Zotit suni lexon. Anan ja prej kushteve çka e kena me besu? En tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. A kemi? Mi besu kaderit, khairit, kur t'jep Allahit mira, kur çon e vlad, kur shlon shlet, më i mirë se Allah ka? S'ka. Wa sharrihi, kur çon sprova, tidhta, smuje, lodhje, sharje ku të çajë dikush pa hak, ta akuzon dikush pa hak, të merr inati pa hak, ta prish jetën pa hak, del përpara rrugës pa hak, të bën tollovia pa hak, ta i thon jetën pa hak, tash o sharrihi, pikujt vjen. Thotë që Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, nuk ka një diçka në dunjë që lëviz, sa atomi, vetëm me lejen e Allahit. Edhe qelizat e tua nuk rigjenerohen pos me lejen e Allahut xhelalu ala. Në atë moment që Zoti nuk jep leje ato prishën. E mirë, çish e pranojnë njerëzit kaderin e Allahut kur ai idht? Fillojnë me mendu keq për Zotin. Sepse vend desh me shahadetin. Andaj ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, s'ka tauhid pa kader. Pa i besu kaderit, plot, se gjithçka ndodh me izin e Allahut, se gjithçka ndodh me lejen e Allahut, gjithçka çka vendoset në tokë, edhe gjeci më i vogël vendoset me Allahun xhelalu ala. Andaj shiko imanin në Allahun sa ta rregullon ti edhe këtë jetën. Shiko, për shembull vëllazër, që ta kuptojna. Dikush thot, çish më ndreq mur problemet e mia kaderin Allah. Ça më ndreq mua, apo? E keni pas sidomos të materialistat. O valla, parën duan leje të këtë muhabet. Se këta atë që janë ngulfat në materializëm dhe kapitalizëm, beri me parë ti leje kaderin Allahit. Apo? Sepse ai gjithçka është të parët. E mirë vëllazër. A e dini sa problemi kanë pas arabët para se marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Me hiç, me shkruajt janë me qindra mijë. Çfarë lloj probleme kanë pas arabët? Qindra mijë. Sa problemi kanë pas bizantët? Qindra mijë, persianët.
në besini, e lloj probleme që kanë pas bota para se me arë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë. A tha Allahu ka dalë se ju keni shumë probleme, e zina kam janis. Jo. A i tha ka doni ju me janis? Jo. Çka tha? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Pinsenit nisët. Piku nisët. Nisët pite thelbi. Aty ku ka bu pullën. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili ka krijuar. Tash me kishina, unë nishin probleme kam këtë të lexo. Këto e kanë pas probleme me Firaunin, Musa ka thënë aqimus salata wa bashiril mu'minin, falë namazin. Ona Faraoni ato na ndjek, apo falë namazin, falë namazin si duhet. Po këtë asoj vëzër, doni njerëzit nuk e shohin se rregulla, fetare ja rregullon këtë probleme të tjera. A dini pse vëzër? Sepse këto funksionojnë si, këtë si me rrymë vëzër. Këto e shtyp, këtu ka të drita. Apo këtu e shtyp, të rrima, këtu kallët. Pastaj e ki veç me pull. Nëse rregullon jetën çështu, fetarisht, ti veç e shtyp aty ku duhet, fetarisht, krejt tjerat, apo, mirë vëzër, kur i rregullon për shembull mjeshtri 40 drita me një dhomë, apo 200 drita me një pallac, apo 500 drita me një ndërtesë, apo, ai ndërton këtë me një herë. Mirë njëri thot, Allahu alem këto 500 që kam i shtyp. Ai thot, "Të madhe po duket ata." Veç e trusi kështu. Pse? Se janë të lidhë të këtë njëra me tjetërën. Këtë janë të lidhë të njëra me tjetërën. E tani jo vëzër, që ta kuptoni? Allahu këtë gati e ka po, këtë gati e ka po. Jetën tonë këtë gati. Ka do veç shtype qëtu. Apo, njëni thot, ka dale se këtu ka shumë, nuk rokën. O, shtype të qëtu. Shtype ti pullën, kallën. Po kjo është shumë lusteri malë, sën e kallë. Shtype atë të thonë, shtype. Iqra, lexoje Kur'anin ajo vetë kallët. Ti thot, qysh mi ndrejsh mu Allah, 300.000 probleme i kam. Shtype vetë të feja. Drejtoju me Zotin, këto këtë drejtojnë vetë. Andaj për 23 vjet, për 23 vjet, sa probleme ka kry pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të këtë njerëzimit. Çka ka me problem këtë ka rregullu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çi s'do mu rregullu ti mundesh lusterën me kap me prisha e mesele tjetër. Ti mundesh rrimën me kap me prisha e mesele tjetër. Ama me bu me çu me rregull. Çish e ka pru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtë funksionon. Apo kur ti ta rregullon dikush një makinë apo një mjet të shtëpia, apo e tash ai ta bie kit në veti. Ta rregullon thotë që tash vesh e shtyp, çto është e kallë, çto e shim. Apo njëri thotë për shembull, mira, po për shembull kur i mshon dikush me çikish, çish, thotë unë nuk pyeti unë për këtë. A e ke pati kur ta japin garancionin për një mjet? Çka thotë? Jo ti me për shembull me i mshu me çikiç. Jo. Nëse kjo natyrë që prishet na e rregullojmë. Ama për shembull thotë, na e kena gjujt pitratit kat. Pse s'punon? Po ti e ke shkatruar. Andaj, nëse ne e marrim parimin fetar, parimin kuranor, parimin e pejgamberit e ajo vetë rregullohet vëllazër, me dugme, me shtypme, veç shtype pullën. Apo, wa aqimus salata, ata në çfarë sikleti janë kanë bite Israilit, Musa alayhis salam ka thënë, shkoni ndreç një shtëpi në periferi, wa aqimus salata, dhe falë namazin. Ai se Allah ju shpëton. Ama ata nuk kanë mujt me lexu vëllazër. Ata ka thënë, o Musa, para ti tortur, mas ti tortur, kur kena me pshtuna, prit besed. Vjen drita deri te vendi vet. Ana vëzë kjo është mësimi i parë, mësimi shumë i rëndësishëm, se nëse e ndërton jetën mbrapsht, edhe këtë feja duket ka e brapa. Sepse realisht feja, kërkon prej njeriu që të parimet i ketë të Zotit te bareke wa taala. E dyta vëzë, që duhet ta mësojmë nga kjo ngjarje e madhe e Allahut te bareke wa taala. Allahu ju dërgoi Firaunit një varg problemesh. Apo, wa akhadnahum bis-sinin. Wa naqsi min ath-thamarati. Allah ju shloi thatësi dhe ja u mor frytet. Apo, pastaj Allahu te bareke ve teala çka ju bani? Ju çoj edhe disa prej dënimeve të cilat ishin paralajmërimi i fundit para dënimit të fundit. Prej tyre çka ishte? Ishte se Allahu ju çoj aty në disa prej dënimeve tufanit, vërshimet forta. Pastaj ju çoj Allahu xhelaluhu karkaleca. Pastaj ju çoj Allahu te bareke ve teala morra. Apo pastaj u çoj Allahu xhela bretkoca. Pastaj Allahu xhela çoj gjak dhe pas këtë kësajna e përfundoi Allahu paralajmërimin. Këtë që kjo vëzër, çka ishte, çfarë paralajmërimi ishte? Çka i tha Allahu Firaunit me këta? Çka ka bretkoca? Pse Nili mu mush me gjak? Pse tufani? Pse vërshimi? Pse morrat? Pse me ja hangër krimat, rrezet e derës edhe gozhdat? Edhe i kanë rënue këta të rafte që i kanë bas. Për çfarë? Për të regu vëzër një diqka e cila shumë rëndësi. Se njeriu vëzër është ashtu i destinum dunja, dhe lidhja mes ti dhe ligjeve të universit, ku është e lidh? Në trup? Jo. Trupi ka ligjet e veta. Ke oksigenin,
e ki ujin, e ki ushimin. Kjo kështu funksionon. I çon trupit buk, ai reagon. I çon trupit ujë, ai reagon. E merr, e konsumon pjesën çka si duhet, e nxjerr e kështu me radhë. Kjo reagimi trup edhe ushqim, trup edhe ujë, trup edhe oksigjen. Me imshu diçka me të keq trupit, reagon apo? Mirë. Çto dënime kur vinë vëllazër? Apo, për shembull vëllazër, kur ti pi ujë, ngoposh, e largon etjen. Edhe reagon trupi, rritet. Me çka e rrit njëri evladin? Me ushqim. Apo, pra funksionon, ka lidhje në mes trupit dhe universit. Universin këtë rast, buka, uji edhe kështu më radhë. Për shembull, çiftzohet burri dhe gruaja dhe del njeriu tjetër. Në rregull. Kur të vjen dënimi o vëllezër, çka kena prej gabim na, për shembull që ka dalë dënimi. Që këta ja ka thënë Allahu xhallahu ne me Kur'an. Ja ka kallzu Firaunit drejt për drejt e neve me haber, me lajm. Për shembull vëllezër. Kur Allahu ju ka thue fatësi, ju ka thue vërshime, ju ka thue mungesë të fryteve dhe bereqetit. Ju ka thue Allahu xhelalu dënime një pas njëshme, prej karkalecave, prej morrave, prej bretkocave, prej gjakut. Pse u ka dërguar këta? Për të treguar se lidhja në mes ndëshkimit dhe kujna është poshtë dhe veprës të keqe të njerit. Vepra e keqe e provokon kan dënimin. Vepra e keqe, andaj tha Allahu falamma asafuna, kur na hidhnun. Me çka hidhnon vëllezër? Për shembull, kur ti ha buk, a i dhot Zoti? Jo. Nuk i dhot. Kur ti pi ujë, a i dhot Zoti? Jo. Pra, a mundesh për shembull me thënë për donjar me gufu bunarët gjak, boll pitë të ujë pitë une? Jo, asnjëherë. A mundet donjar detat me thënë, ju boll na konsumut neve dhe boll na përdorët edhe na jena revoltu? Jo, asnjëherë. Universi është i nënshtruar për njeriu. Përveç një vepre. Në atë moment që fetarisht edhe moralisht prishet njeriu, atëherë reagon dhe universi me lejen e Allahut. Andaj shikoj vëllezër, Bretkoca ku e ka vendin? Bretkoca e ka vendin në vendet ku janë të liga. Ka aty jo ujë të mirë, jo ujë të pastër. Aty shkojnë rrin, apo gjaki ku e ka vendin? Aty gjuhet në mbeturin. Ku e kanë vendin morrat? Ku e kanë vendin karkalecat? Aty ku sa vend i pastër. Vërshimi ku e ka vendin? Mirë, pse ja u pruni pi atje ku e kanë vendin e vet, ja u prunin në qytet. Se nëse ti bësh moçal, aty të vinë britkocat. Nëse veprat e tua, nëse morali jot, nëse karakteri jot, nëse feja jote bëhet e lig, normal se aty kanë me mbjell, kanë me dal britkocat. Andaj shiko lidhja. Allah ka thënë, lidhja mes veprave të këqija dhe dënimeve ka është. Është lidhje kufër, shirk, gjuna, mëkat, rebelim ndaj Zotit, edhe kemi pasojat. Po gjithashtu edhe kemi dy çështje të mëdha në cilat neva Allahu na ka thënë. Kemi shariat dhe kemi qader. Thotë Sheikhul Islam Taimi rahimahullahu taala, gjithmonë kur njerëzit ikin pe shariatit të Allahit, Allahu i prit me qader. Andaj iki Firauni pe shariatit e priti deti. Iki pe shariatit e priti bretkoca. Iki pe shariatit e priti gjaku. Pse ja u boni Nilin gjak? Nil nuk ka me gjak. Ja u boni kit gjak, sa e kanë mbush me ujë gjak, bunari gjak. Pse? Sepse vepra që sikini. Andaj zër, universi reagon me neve, me izën e Allahit, çfarë? Me çfarë vepra kemi ne? Dhe kjo është vëllazër liç që nuk ndryshon. Për shembull, Allahu ja ka bërë që ata të cilët nuk besojnë mos më bëra rahat. Nuk mos më bëra rahat. Ai i cili bën mëkat Allahit, Allah e ka shkruajt mos më bëra rahat. Le ta ket pasurinë e botës. Allah e ka bën mos më bëra rahat. A mund e bën ti rahat? Jo s'ki mundsi me bëra rahat. Pse? Sepse vepra e tij universalisht. A di çu shokë vëllazër? Kur ti e bën një vepër të lig, është sikur kur pi helm. Kur pi helm. Apo, në sa dush pi anësh me të fladit, ti thot pi mrena të marr keçti. Afaj, zot, a ki pa njëri për shembull që i ka një virusi mrena, edhe i ja hip temperaturën, apo, pa ja çuni a i thon antibiotik, pa ja myt virusin mrena, gjallëninë e virusit, ai s'ka mundësi me ra temperatura. Ti sa dush banë këtu fllatë, të pi mrena bezarminë kam. E kështu vëllezër, janë edhe mëkatet. Zjarmia vjen pri mrena. Mëkati ndikon pi mrena në keq. Ti sa dush ti, apo ki pi fllad, a ti me far shtëpi e ka. O në rregull ma zarmi pi mrena e ka. Ti me pas flladin më të mirë në botë, ujërat më të mirë në botë. Nëse s'funksionon pri mrena, e çka pi mrena vëllezër, kush e ka në dorë? Zoti i Madh te bareke ve teala. Andaj vëllezër, reagimi
i universit kur ndëshkon Allahu xhallahu me ligjet e tina, pika vjen pi veprave të këqija tonat. Pi veprave të këqija tonat. Çdo kush që bën vepër të keqe, çfarë bëhet? Ndëshkohet. Do të thonë vëzër, edhe në nivel më të lartë si ja ka mjeku Allahu problemin sahabëve të pejgamberit alayhis salam. Luftën e Uhudit, për pak e vrasin pejgamberin alayhis salam. E shpëton Allahu xhallahu. Pejgamberi sallam luftën e Uhudit e rregullon në mënyrë ushtarake dhe strategjike. Edhe i vendos disa prej sahabeve me një kodër. Ajo pjesa e cila aty mundën mi godit prej prapa muslimanët. Dhe ju thotë, ju rrini këtu. Edhe mos lëvizni pa ju dhënë unë urdhër. Edhe nëse e shihni se kemi fitu, edhe nëse e shihni tu na vra, mos lëvizni pa ju thënë unë. Vini re kësaj, mos lëvizni pa ju thënë unë. Edhe fillojnë sahabët me fitu luftën e Uhudit. Apo me luftën e Uhudit. E vetë mja vrim për me hije paganët te pejgamberi sallam prej prapa ka qenë ajo shigjetar kur janë kon. Shigjetar kur janë kon. Dhe të e fitu luftën muslimanët, ama çështu kur i të monat euforien, ndoshta të fitimit apo të gëzimit, edhe çfarë? E haron urdhrin. Çka ju tha pejgamberi sallam? A fitojmë? A humbim? A i shikoni kokat tona të fluturu? Mos lëvizni. Mos lëviz, derisa të thojë Allah, tash lëviz. Edhe kur i shohin musliman të fitua, këto hujum e shlojnë venin. Hujum e shlojnë, pse? Po e fitun luftën. Për jo sa çka tha? E mirë zë. Kur e fitun luftën, kur ishin do e fitu luftën, edhe ikin paganët. Khalid bin Walidi, s'ka qenë musliman atë vakt. Kthehet. Edhe shese që tu u qenë libir, u qenë livrim. Edhe i zë muslimant midis. Këto të hik pagant, kur e shojnë Khalid bin Walidin për e prapa, kthehen. Edhe i zonë musliman midis. Kur e zonë musliman midis, e rrethojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe për pak sa e mitin. Dhe ja thajnë dhallë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pse o vëzër? Se do musliman ju ka thonë mos lëviz dhe ata kanë lëviz. Mos lëviz. E tani, nëse e kanë humb luftën, janë kthip luftës. Allahu ka zbritur në Ali Imran. Edhe tash realisht na çemo thon qadar Allah. Apo kemi pa muslim? Po qadar Allah çfarë më bëu? Fajti ka ai ky apo na urrejn këto ja Allah, këtë lëgat lejt. Çka i tha Allahu xhelal xhelalu? Ku e ka kusha e fajt? Kush i ka fajt? Tha Allahu juve ja u kallzoi rezultatun ba'da ma asaitum. Ju keni bë gjuna, se keni ngu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka ju tha pejgamberi juve? Rrini çtu. Ja po. Rezultati snajtet. Pasoja snajtet. Rezultati ka të mit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çështu janë vëzër mëkatet. Nuk ka dikush që konsumon mëkat, i bën mëkat Allahu xhelel xhelalu. Vetë zjarmia vjen për mrena, e keqja vjen për mrena, se ne shpoton kur kush pe Allahu subhanahu wa taala. A do të kjo është një mësim shumë i madh që e marrim na nga ky varg ajetësh se po i bënëm gjuna Allahu subhanahu wa taala, vjen dëshkimi i Zotit xhelel xhelalu. Për mësime të tjera vëzër që i marrim që Allahu xhane përmendin në surën Yunus, është se Allahu xhane tregon neve në surën Yunus se para se me ik prej faraonit, si e bëni planin, si e bëri planin Musa alayhi salatu wasalam, në fakt ja tregoi Allahu subhanahu wa taala, thot Allahu te bareke wa taala, ne i tham Musa alayhi salatu wasalam wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa li qawmikuma bi Misr buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata wa bashiril mu'minin. Thot Allahu te bareke wa taala, ne i shpallëm Musa dhe vllaut të tina. Çfarë? Ndroni shtëpit. Pinë në qytet, shkonin në qosh qytetit, shkonin në qosh shtetit. Dhe bëni shpit afër njëri tjetrit. Dhe falën në shpi, mrejna, mos dilni jashtë. Dhe falën namazin dhe përgëzoj besimtarët. Pikësaj që kam sojnë dhe zë. Megjithëse Allahu po e shpoton Musajin gradualisht dhe po e çon deri tek deti. Megjithatë, ligji i sebebit a funksionon? Funksionon. Nuk ju tha, rreni ju këtu, nuk ka problem. Allah ju merr kada, jo. E mur sebebin dhe zë. Thot Allahu xhelal xhelal, ne i shpallëm Musës, na i kallxum. Çka i kallxum? Pse nuk i tha, a nuk ka Allahu me, për shembull, me shkop, piçati me pështu, jo. Shkopi vëzër ka ardhur vesh momente të caktuara kur a dash vesh më kallxu argumenti, jo tjetër. Dhe në momente kur nuk ka më rrugdalje tjetër, andaj më e mend. Ligj i Zotit është, kjo rregull vëzër. Derisa ka rrugdalje sebepi, nuk vjen kaderi e zakonshëm. Kjo rregull kuranore vëzër.
Wa auhajna ila Musa wa akhihi, ne I shpallëm Musaj dhe vllajt të tij. Çka I shpallëm? Anta bawaa li qaumikuma, për popullin e juve. Është rregull tani. Merrni dhe ndroni shtëpit. Pin midis qytetit, shkonin çosh qytetit. Po çfarë arsye vëllezër? Se keni mundësi me bëj çeta. A muni me ndru shtëpinë muni? E po unë s'ka nevojë unë me ndru ligjin kur ju muni me ndru shtëpinë. E mirë vëllezër, neve na duhet këni mësim shumë I madh. Derisa ti mundesh me marr nisem piçi tu me nxjerrë çtu. A dush me vao dua, o Allah, nxjerrë sta piçi tu çtu. A çu do të më apo? Nëse ti mundesh me kap në diçka, piçi tu edhe me nxjerr ka ana tjetër. Çka do të më bëna vëllezër? Apo, me bëu dua. Ti ban dua, po ti ndorve ki heke. Apo, thotim një gjuzi, ka prej njerëzve të cilët ju ngjasojnë një njerit, I cili ka kohë gjatë ka pi ujë. Edhe ec edhe mrin para lumit, para ujit, para bunarit. Kur e sheh bunarin, lodhet shumë, thot, o Allah, bëma bunarin këtu. Ata be, po hatë më dhe pak se mrinë të bunari. Shko të bunari, pije të bunari. A dhe vëzër sapi muslimanëve që këtë punë nuk e kuptojnë. Aja ka ndorë me kri punën, se bebin mund me morë, thot, inshallah Allah ka mesos këtë punë. E tipë se qëka I të boti? Allahu nuk e ndryshon ligjin universal deri se ka rrugë mirë. Dikush thot, po mirë ba Allah ja qajti detin Musait. Ama pse ja qajti vëzër? 1.600.000 ushtarë mrapa, deti për para. Ka me shkuaj. Ka me shku. Andaj thot, inna le mudrakun, na I në të zënd. Musa dha kella. Inna ma I rabbi. Zotin e kam me muhe. Tash, për shkak se mos s'ka këtu detit, tmit, mas tmit, atar më shoj detit. Ama, a ka rrugë? Si më shohet detit? Së më shohet dhe s'funksionon ajo. Sapi musliman me munojnë, ata nuk thojnë që jem me shkop. Ama me qëfar dhe me, ajtë që kime papi Allahit. Po ka dalë bese, që që e menon a dhe zënë Allahit? Dhe kjo fatkeci dhe zë, që ka përmene Muhammed al-Ghazali rahimahullah. Sapi njëri, për shembull, I ka prish punë me dikan, edhe për shembull ata e rro gripi. Edhe ki, po ave shka I ndodhi. Demek, më ka bo muzullum, demek, kik më unan Allah si me pull e ka, ja bo. O Zot, kalzoja venin këtina. Zekeria a.s. Jahja a.s. Pejgambert Allahit, me sharri kanë prej. Bide I me sharr, bide I kanë prej. Me sharr, gjallë, dhe se ka dek. Edhe e kanë qelë pazarin në aksham. Thot Abdullah ibn Abbas radiallahu an, në sabah kanë vra pejgamber, në drejke kanë qelë tezgën. Që ka bëlloj kur gjo? Pse? Ka daleve. Ka dalë nuk reagon që shmënë. Sa zullumi sot për shemull në dunja ndodh, njerëzit thojnë, për shemull, ku është Allah? Pse së reagon? Nuk reagon që shmënë na. Nuk është Allahu gjilë qenje e cila funksionon si na. është Khalik, është Zot. Ai nuk ka emocione. Ai nuk ka sifat Allah me kajt. Apo, për këtë arsye të mësojmë se rregulla kuranore është që derisa ki mundësi me durtetua, me lëviz në hajër, qoftë edhe me gishtin e vogël, lëvizë. Shikoni Mariamën alayha salam. 7 zane ka qenë, 7 zane me barë me Isa alayhi salam. Dhe kanë kamelind. Kamelind pejgambert Allahit. Ja çati adash mund ndryshu ligji aku. Edhe I ka ardhur vakti I lindjes. E kur ka ardhur vakti I lindjes, lexon surën Maryam, Allah na tregon, surën Maryam, ligji I universit vëllazër. Ligji I universit ka musliman nuk po e kuptojnë, se pa u marr ligji I universit nuk ka ndryshime në univers. Apo, shikoj sot për shembull sahabi muslimanëve hekin dunja. Edhe na normal, na. Po shkak se ti s'ki mundsi përveç duajës, apo, ama ai shka ka takata, do të më bëj. Sa prej mbretëve dalin, Allah ju nimoft muslimanëve. O, Allah ju nimoft për mua, unë që s'kam takat. Jo ti me dal me bëj dua në televizor. Ti s'ki nevojë me bëj dua. Ti bujrum kallzoje forcën tënde, ti bujrum kallzoje nimoj musliman. Edhe del për shembull një naiv pirina, a po që s'kish bëj dua. Oj, sa për dua. Unë jam për dua, unë jam I zaif. Ai I fortë s'ban dua. I fortë kallzon kudretin e vet. Po këtë arsye shiko, Mariama ishte dopt. Tu lind e ik pibive të Israilit. Edhe në fund çka I thot Allahu xhelal xhelal. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati. Apo ka pas nevoj pak sheqer me hangër, me pru vetin në veti. Vet ka lind. Edhe çfarë? I ka thënë Allahu xhelal, shkone pak trungin e hurmave. Shkone pak. Apo, a mirë vëllazër, a nuk menojnë na, po pse balloj pa shkun nuk ja gjon hurmën, pa shkun. Nuk e prish ligjin. Shkone ka thënë ti.
tusaqit alejki rutaben gjenije, kanë me trati hurma të freskta. E pse o Zot pashkuna zbana? Jo, se vendën i të veqel në 2025 në thot ki me pati Allah jam shka të bantije. Po jo se me rjemën si që ti kish më nimu Allahu që me rjemën që ka thonë huzi hin YouTube shkruje trungi hurmës anglisht apo të ndush gjuqe e mërvesh këshire gjithë taj trungi malëtja a shkunët as shkunët a i dini si i shkunit trungat e hurmëve sot ato hurmës që ka i hojnë në aniftar apo me heke rështin ama Allah për të kalzën diçka tjetër deri sa keni mundësi me dur të juve me bo me lëviz një sen pi kujti të prit qa prit nëse ti mund është me studiu, kujti të prit apo, nëse ti mund është me mësu, pi kujti të prit nëse ti ki mund si vet me bani kuvet pi kujti të prit sa musliman, sa dhezër a i vet është i thirt, apo po shemu dhezër, po shemu, që ta kuptojnë ani syrat alamat qartë kur odi kush i smut, apo edhe kemi doktorin kur kini dikan familjen smut a mledhë në nëna ketë 5 veta Allah shëroje, ja, kadar shtinet ti nësad një, na pi këtu bojna do ti mrejna gjep, puna gjep që kjo dhezër islami ti me, aja ki që doktorit? Jo, po që jetu prit? Po që duajmë dhe po? Mare smutin që jenë doktor? Ba, deri sa ti ki doktor ti e ki obligim me qënë doktor ata me e morë se bepin, apo? E pastaj, po, s'ka problem e ka morë doktori, ti bandoa o Allah, mundsoja doktorit me shëruhe mundsoja doktorit me mjekue mundsoja doktorit pra me sebeb ligji sebeb vëzër gjithmonë ka funksionue as njëherë nuk ka ndryshue kur ka ndryshu vëzër? Tash, dikush thot po ama shkopi o gjo ja, po mas pari nas kena shkop pa e kena vish doaja kur funksionon vëzër doaja? Doaja vetëm funksionon kur? Atëherë kur? Të gjitha rrugët e sebepit janë mbyll s'ka, sikur Musa a.s. Une, para detit faraoni mas ku shkoj na o Zot? Ku shkoj o Zot? Kur të mbetësh ti edhe kitë lidhit janë këput atëherë Allah u gjithat ka dale të tash është unë të kri punën për këta si u dhe zër deri sa muslimanët me dur të veta mundën me lëviz me dur të veta mundën me fitu riskun me dur të veta mundën me kri punën qa jetu prit jo Allah? Qëkena të prit në musliman? Qishina të prit që për shemu? Sa musliman na i shofë në Allah i një mof ja Rabbel Alemin se janë zor të madhë Allah janë zor të madhë fmi, pleq, gra apo jetojnë ciklet madhë Allah inshallah me rahmetin e vetë i ndihmon me mbrojtjen e tina ama veç një sa du të me bozbindje nuk kam ju një mu pa u këthjel muslimana shumë rana me thonë ama shumë e vërtejta a disa rana me thonë këta Wallahi mos shpresoni e as mos u mashtroni se ata kanë mundihmue pa u këthjel muslimanët kur? Apo sa fëmijë janë bra? S'ka ndryshim nuk ka ndryshim deri sa karrikët e dikujna që janë angjit me karrike a një ka dalë vëllat shka puna a kam bëne mundësit e mija diçka me bo a kam mundësion e diçka mundësit e mija me bo pa u hargju këtë mundësit e muslimanve nuk ndihmon Allahu Gjellë Gjellalu për këta si o dhezër një prej ligjeve që i mësojnë nga kjo nxarë cila o dhezër se nëse ki mundësi me lëviz me dorë diçka me morë sebeb diçka mu bo inxinjer, mu bo doktor, mu bo hafëz mu bo hoq, mu bo djetar mu bo mësus, mu bo qka do mundësi që ka mu bo pasanik minimum muslimanve mu bo pasanik njëri dhëtë mu më shkon shkolla o gjo po puna o dhe zgatja dorë një studentit zgatja dorë një doktorit zgatja dorë një djetarit gjithë shka funksionan qëfar faktor ndryshëm të sënë dhe binë musliman me fitue ama ne zemrat e mira i qoj dur ka Allah qoj sa të du se sa të funksionue që 40-50 Ramazana bojna dua na kur gjons për ndryshon pikur na bojna dua pikur bojna o Allah musliman të dopt o Allah musliman të dopt nuk ndryshon a dinim se o dhe zër sepse Allah u që thot ka dale pro mesajji i mos përgjigjes doa e qka a i kini hargju se bejbët a i kini hargju se bejbët o dhe zër nëse ti ki parën në gjep edhe fëmija thot do buk me pëdu i ki parën në gjep a i ki parën në gjep duqani atje fëmija thot do buk me të këshebli familja thot do buk në këshebli a i qënë dur ti ka laja e merë parën shkon duqan shka bame, kalzëm shka bame i merë parën me të pa njani të ba dua o Allah furnizoj e fëmijën tem shka thot o ti apo pidin ato imra për mas qu shkote qu puna blej fëmijës buk e tani vëzër kjo sken duhet me funksionu në gjithë ta format qu more qu funksionon qu lëviz
sepse nuk ka me na ndihmu Allahu derisa na nuk e ndihmojna veten. Çka thot Allahu te baraka në Kur'an? Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata mos ndryshojnë vet. Çish po mendon ti? Pse më na ndihmon Allahu? Hajt kallzon. Nalu të shtëpia dhuj. E pse duhet më ndihmu Allahu mua? Pse? Pse ke bani status Facebooka? Pse ki thano Allah, shta shumë për mdhimëna? Apo për çka? Për çka duhet me nanimu Zotin neve gjëra? Çka ban be ti për musliman? Çka ban ti për fejnë e Zotit, kalzom? Mos të shkoj me një agjerimi falë, ato janë si buk me hangër. Apo, mos të shkoj me një, unë i fali 5 vakt namaz. Unë e agjeroj, ja, si buk me hangër. Mos ka me përmejnë ata. Çka ban ti ma shumë për fejnë e Zotit Gjeli Gjelalu? Çka ban ti si sahabët e pejgamberit që kanë thënë ja Rasulullah, të ndihmojna. Me këtë ta kapacitet tona, që kjo dhe zërndin. Apo, ama ne mundohemi me lujt dërvishin shpesher në shumë prej krizeve të muslimanëve. Nuk ka mundësi me në ndihmu Allahu subhanahu wa ta'ala. Premësime tjera dhe zër që kanë gjithë djetarët në këtë varg të ajeteve cila dhe zër është se shiko në fund Firauni kër u paralemru për janës Allahu te bareke ve teala, çfarë bëri kur ja çoi Allahu gjatë disa prej dënimeve? I than Musait alayhis salatu wassalam, i than o Musa, lutë Zotin tan, si të na heqë azapin, ne besojna. Si të na heqë azapin, na besojna. Dhe kjo është një prej mësimeve që duhet shumë mirë të lexojna. Për çfarë arsye? Se shpesh herë ne mashtrohemi me shumë për atë se thotë, hajde, inshallah si do të çështo ne kam u musliman ose kam u fal. Këta realisht kanë bëj gare. Andaj Allahu te bareke ve teala thot, gjithmonë kur ju çonin në ajeteve, ata çeshnin, yadhakun, keshnin, bënin ajgare. Andaj kanë bëj gare me Musa alayhis salatu wassalam, o Musa, hajde lutë Allahin si të largoj këtë azab, na besojna. E në mundu mu talë me Zotin. Po talja me Zotin dhe kushton istihza, mu bëj hajgare me Allahun kushton. E hajgarja e ka paguajt me vdekje, me dënim, me fundosje, me përmbysje. Andaj, prej gjërave të cilat ne i nxjerrim nga kjo e cila është se s'ban me lujt me ceremonit fetare. Qalu ya Musa, ud'u lana rabbaka. Lutte Allahin o Musa Zotin tan, na i heke azabin. Pse me lut Musa? Dhe t'ja se ki Zot t'ja. Dhe shikohen shumë interesant, shumë interesant. Do të vinë ma vonë. Edhe bitë e Israilit shpesh her i kanë thonë Musës, ud'u lana rabbak. Lutet ti Zotin tan. A që shtu të mi thamë? Lutet ti Zotin ton. A me ka thonë, ud'u lana rabbak, ju bejjil lana, ma hia, ma launuha, të shabahet alejna. Ud'u lana rabbak. Pse Zotin tan? Apo, se nuk janë pastru mirë prej asaj gjahilete që ka u ka trashëgue dhe u ka lanë Firauni. Andëzën nga kjo e kuptojnë a qfarë? Se rreziku i gjithë të rrezikeve është me ta mutal me Allahun Gjelle Gjelalu. I kanë thonë Musës, sit në boj Allah i qëta, sit në i boj Allah i qëta, na besojna, inna le muktedun, na kena mu uzur rrugën Allah, le nu'minenne leke, wa le nursilenne ma'ake beni Israel, kena me të besu, edhe kena me dislu bitë e Israel, a më kanë bëj hajgare, e kjo hajgare lezër, hajgare me Zotin a e madhe. Sigur që pëjshomë në shumë për njëzve, po bëjnë hajgare me Allahun të bareke ve teala, bëjnë hajgare me ceremonit fetare, bëjnë hajgare me Kur'anin, me xhamijat, me shamijat e muslimaneve, bëjnë hajgare me namazin, bëjnë hajgare dhe hajgare. Rreziku vëzër, rreziku i kitë rrezikove me bë hajgare me. O vëzër, shiko, ti me një njëri të madh, një njëri mbilik, atle me bë hajgare, apo, atle me bë hajgare. Mu kanë fëmijë po. Por që fëmija jo të këcen qaf, ta prek hunën, ta prek sinin, ta prek veshin, sa problem, fëmija, po. Me dash me lujt me një fëmiti, me ti prek disa gjëra, po. Mirë, njani i madh me të bashkë shto, që i thu, o ti insan, e ti bajgare me mua. Mirë bet ti një insan po të nervozon, E Allahu gjiluara, me lujt me namazin e ti, me lujt me xhamijat e ti, me lujt me fejnë e ti, me lujt me Kur'anin e ti, sa nervozohë Zoti madh te bareke ve teala. Andaj ka përmend, falamma asafuna, kur na ridhnun faraoni me shtetin e vet, krerët e vet, intaqamna minhum. O hakmarëm ndaj tyre. E nxjerrëm prej, shikosh edhe Allahu te bareke ve teala, wa akhrajnahu min jannat. I nxjerrëm prej kopshteve, i nxjerrëm prej pallateve. Ai hujum mas bijve të Israilit
ama realisht e kish pas aty fundin. Dhe mësimi i fundit zër, tu ka edhe shumë për mësime, por se koha nuk ka premton. Mësimi i fundit zër, që do ta përfundojna këtë pjesë, cila dhe zër është ta kuptojmë një sen. Thot Tahir ibn Ashuri, fa inna hukma adh-dhulmi la yadum. Rregull zër. S'ka pushtet zullumit në tokë që e ka hukmin për gjithmonë. Dhe kjo dhe t'jep me mor frim, t'jep shpres. S'ka zullumqar që ka pafundësisht jetë. Krejt kanë me dek, krejt kanë me përfundu. S'ka zullum dunja që bëhet dhe se një ditë ka me mor fund. Apo, andaj një ditë për ditëve njëri prej kryetarëve të muslimanëve e vetë njërin prej gjallarëve që ka pos ngat, ka thonë ma jep një nasihat që mos të harroj kur një jetë. Ka thonë e do kur mos me harru një jetë, po, sa që për të kalzoj. Ka thonë që ti ku i ullëtes jam une, s'ki mu konë sa herë. Kjo dhe zërë është ligji dunjajës. Firauni gjithat pushtet, gjithat shtet, gjithat shtrirje me ministra, me generala, me ushtar, me roje, me pasuri, me durët këtë pi altanit i ka mush, këtë halkat altanit i ka mush. Ama, që ka thëtë Allah, fën të kam në minhum, e nëzorëm hakin për tina, o hakmorëm dhe i tina. Ma di Allah të nga të regon të da shohë në vazhdim, në gjëratat e arshme, se si Allah u gjatot, edhe në ditë kiametit i thojna Firaunit, prin. Ja unë zirë Allah u gjenemin, thot, dil i përpala, se ti i pari kon, dil përpala. Edhe këtë u shtartë ma, sajtë, këtë prin, bisë rift. Allah i thot, sa ecje, sa prirje, keqe, kuaj ti quë, i ka quë në det, edhe i qënë gjenem. Për këtë asë ju vëzër, ta marim një mësim nga këtë të vargët të ajete, të fjallëve të Zotit Gjelle Gjelalu. Ska zullum që s'merë fund, regullë. Ska zullum që s'merë fund. Gjdo zullum qari ka mjarë funi, gjdo tirani ka mjarë funi. Mirë po, vetëm duhet sabër. Andë qëka ju tha Musa a.s. para se me vdek Firauni, qëka tha? Isbiru, sabër, o musliman, sabër. Sabër se ka mjarë funi zullumit. Sabër se vëllaj, nuk mund është vëllaj. Shiko dhe zërë, ka transmetuar Imam Buhariu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se një ditë për ditëve një pejgamber për pejgamberëve të Zotit, pejgamber o vëllazë, pejgamber u ka shtrimën i pen. Edhe i ka kalu do bubreca. Edhe sikur pak i kanë penguar, edhe i ka mit. I ka shtri dorën vet, i ka mit. I ka shpall Allahu xhelalu ala. Ka thonë o pejgamberi jam, pse i mitë bubrecat? Çka të bën? Bubrec o vëllazë, bubrec. E ka mit, Allahu i ka shpall. Pse i mitë? Pse i mitë? Çka të bën? E mi vëzër nëse një bubrec e ka mit pejgamberi Allah, ama Allah e ka vetë, normal se nuk e ka ndëshku, po e ka pyet, pse i mit, çka të banon? Po njerit me shkelë vëzër, po njerit mi bo zullum, po njerit mi i bohe vazhdimisht presione dhe shtypje dhe shantazhe. A nuk i vjen një ditë për ditë dhe funi zullumit? Po Allah, me izin Allah, vetëm isbiru e sabiru, sabër. Lidhe vetën me sabër, lidhu me Allahun subhanahu wa taala, s'ka zullum që s'përfundon, vetëm se duhet sabër. Ka tregu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se një njeri ka hyrë në zarm xhenemit veç për një mac. Ka hyrë, çish ka hyrë në xhenem vëzër? E ka lidh macën, e ka lidh pi bunarit, mos hinë bunar. As se kalon me hi, as se kalon me shku me lip rrezikun në tokë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka hije një gruje në xhenem vetë pse e ka zonë një mac. As që ka lënë udhën me shku vetë të bunari, as që ka lënë ujë të bunari, edhe sikur që ka hije një anë në xhenet, ka hije edhe tjetra për një mac. Po njeri sa zullumi u bëhet njerëzve, e sa shkelje u bëhet njerëzve, kjo vëzë duke filluar nga familjet e deri në nivelet më të larta qytetarëve dhe shtetërorë. Për këtë arsye vëzër, nga kjo e mësojna se çdo faraonit i vjen funi, qoftë ai i madh, qoftë ai i vogël. Këto vëzër kemi edhe shumë rëndësi, por se me kaq po e përfundojna, elusim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që Allah na bën prej besimtarëve, Allah na bën prej muslimanëve, Allah na bën prej thtarëve të pejgamberëve dhe në krye të tyre zotnin e pejgamberëve Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Elusim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Zoti on te bareke ve teala na bën prej atyre të cilët e lexojnë Kur'anin, e mësojnë Kur'anin, udhzohen me Kur'an, udhzohen me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelalu, aty ku ja kemi qelluar, ajo ka qenë prej Allahut, Allahu ta shpërblej. Aty ku kemi gabuar, ka qenë prej meje, prej shejtanit. Allahu elusim që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.